emri Kur'an do të thotë diçka që lexohet në vazhdimsi. Që Allahu i Madhëruar dëshiron duke e quajtur shpalljen e tij me këtë emër, t'u jap mesazh njerëzimit, t'u jap mesazh atyre të cilët nuk ju pëlqej Kur'ani, t'u jap mesazh atyre të cilët thurin kurthe për ta ulur fjalën e Zotit, t'u jap mesazh atyre të cilët po mundohen ta ndalojnë të mos dëgjohet fjala e Zotit. Allahu i Madhëruar duke e quajtur me këtë emër ju jep mesazhin atyre që mos u lodhni kot. Mos u mundoni kot, pse? Nga se ne kemi zbritur këtë shpallje dhe ne e kemi garantuar vazhdueshmërinë e kësaj shpallje. Edhe pse kjo nuk ju pëlqen pabesimtarëve, apo edhe pse kjo nuk ju pëlqen idhujtarëve, ju pengon fjala e Zotit xhelle xhelaluhu. Janë shumë larg fjalës së Zotit, mirë po, edhe pse jetojnë në largësi të madhe shpirtërore nga fjala e Allahut të Madhëruar, ju pengon edhe kur fjala e Zotit është tek dikush tjetër. U avret sytë, u avret veshin, u avret zemra kur e dëgjoni. Ju pengon ezanin minare, ju pengon leximi i Kur'anit, ju pengojnë lutjet e ndryshme. E Allahu i Madhëruar po ju thot, mos u lodhni kot, pse? Nga se emri që unë e kam zgjedhur për shpalljen time është njëkohësisht edhe vull për këtë shpallje. Që kjo shpallje do të ketë vazhdueshmërinë e vet në gjithë se nuk i pëlqen dikujt. Prandaj lodheni sa të doni, kot e keni. Pra, fjala Kur'an do të thotë diçka që lexohet në vazhdimsi. E Allahu i Madhëruar e ka bërë mrekulli mu'jize. Prandaj nuk kalon sekond në rrozullin toksor që dikundi të mos lexohet fjala e Zotit të Xhelal. Nuk kalon sekond në rrozullin toksor që dikundi të mos të thotë elhamdulillahi rabbil alamin, që dikundi të mos të thotë qul huwallahu ahad. Pra, nuk kalon sekond dhe nuk vjen dielli e sperendon dhe nuk vjen hëna e ajo nuk përfundon, që dikundi fjala e Zotit të Xhelal të mos i jehoj me bukurinë dhe mrekullinë që Allahu ja ka falë. Kjo është vazhdueshmëria e Kur'anit Kerimit. E pastaj nëse ndalemi pak, më tregoni, a ka ndonjë libër të dytë sikur Kur'ani që ka lexohet në këtë formë si lexohet Kur'ani? Po e lexojnë Kur'anin e mos flasim sa shumë po e lexojnë, por le ndalemi sa shumë këtë Kur'an e dim përmendesh, sa hafiza sot i ka bota që ka e dim përmendesh Kur'ani Kerimin nga elhamdulillahi deri an-nas, pra nga elhamdulillahi rabbil alamin deri te kul e'udhu bi rabbin nas. Përmendesh krejt Kur'anin në kokat e tyre. Më tregoni, a ka ndonjë libër tjetër që mësohet përmendesh sikur Kur'ani Kerimin? Më tregoni pra ku janë ato patriotat që shpesh sulmojnë Islamin me dokrat e tyre, kinse kjo fena le prapane, po mirë, a jeni patriotat të mëdhenju po, e çfarë libri të shenjtë keni ju? Mirë, atë librin që ju po e besoni se është i shenjtë për ju, a e dini more përmendesh? Dokumenti më i vjetër i gjukës sonë me shari i Gjon Buzukut, më tregoni një person që ka e di përmendesh këtë. Ku janë patriotat të cilat qatë shumë e duan pra dhe pretendojnë se duan më tepër se ne kombin, dhe që kanë do patriotat se ne. A e dini përmendesh? Jo, po nuk mund ta dini dhe nuk mund të mësohet asnjë libër tjetër. Pse? Nga se ky është libri i vetëm i cili është mu'jize, është mrekulli. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu vazhdueshmërinë e këtij libri e ka garantuar nëpërmjet hafizave që ka mësojnë Kur'anin Kerimin. Po mirë, nëse ndalemi ne dhe të meditojmë pak sa hafiza kanë kaluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në ditët e sotit, sa është numri i tyre? Po edhe sa do të jetë numri atyre deri në ditën e Kiametit, çka do e mësojnë Kur'anin Kerimin përmendesh. E nuk ka libër të dytë që i përngjan këtij libri. E Allahu i Madhëruar me emrin që e ka quajtur na e tregon këtë. Është një libër që në vazhdimsi do të lexohet, që nuk vjen dita dhe nata dhe nuk kalon sekondë, që dikundit mos lexohet fjala ime. Nga se ne do e bëjmë dominant shpalljen tonë mbi gjithë ideologjitë, mbi gjithë pretendimet, mbi gjitha mendimet. Ne kemi siguruar këtë. Kjo nuk është një mendim që ka vjen dhe me kohra përfundohet. Kjo nuk është një ideologji që ka themelohet dhe me kohra shkatërrohet. Kjo është kelamullah, është fjala e krijuesit absolut. E kush mund ta luftoj fjalën e tij?